Kryeministri Edi Rama ka reaguar për situatën e krijuar në Zvërnec gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke dënuar dhunën e ushtruar ndaj protestuesve nga rojet private të sigurisë. Ai u shpreh se i mirëkupton qytetarët që kundërshtojnë projektin dhe se po të ishte në vendin e tyre, do të reagonte edhe më ashpër. Ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të më duket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vetë. Megjithatë, kryeministri kundërshtoi kërkesat për anulimin e projektit që ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023 me vlerë rreth 4 miliardë euro dhe konsiderohet një projekt i jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Ai garantoi se Laguna e Nartës nuk do të preket dhe se çdo zhvillim do të realizohet vetëm në prona me dokumentacion të rregullt pronësie. Projekti ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023. Dhe ka nisur si një interesim bashkë me Sazanin. Dhe qëndrimi ynë qysh në ditën e parë ka qenë për projektin e Zvërnecit duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Kryeministri komentoi edhe reagimin e ministrisë së jashtme greke për ngjarjet në Zvërnec, duke u shprehur i habitur nga deklaratat që flisnin për një popullsi homogjene greke në zonë. Pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e ministrisë jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama pranoi se debatet e fundit e kanë bërë të reflektojë edhe për largimin nga politika, por shtoi se ka vendosur të vazhdojë drejtimin e vendit dhe projektet që sipas tij lidhen me zhvillimin ekonomik dhe turistik të Shqipërisë. Për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për ndejën e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt.